ardhur në konferencën për shtyp të Partizanit. Jemi në prag derbi, një ndeshje e cila luhet nesër në stadiumin e Robinja, Tirana Partizani. Një takim i vlefshëm për javën e 33 të Biznes Superiore. Pra me kam zonë Nërtjon Kërnaja, trajneri i ekipit të Partizanit, i cili është i gatshëm për të përgjigjur pyetjeve të juaj. Profesor, si duket gjendja e ekipit në prag të derbit, si në aspektin fizik, po edhe emocional? Përshëndetje, kuptohet derbi anë emocionale, djemtë janë në maksimum të mundshëm, dëshira dhe është në kufit e tyre. Besoj se nuk ka nevojë për ndonjë shtys kjo ndeshje. Të gjithë duhet ta shijojmë, ta luajmë dhe ta shijojmë, sigurisht do ta fitojmë. Ana fizike është e mirë, djemtë vazhdojnë të jenë mirë nga ana fizike, vrapojmë, jemi stërvitur në rregull dhe presim nesër ditën e ndeshjes. Për sa i përket rikthimeve, dëmtimeve, si duket gjendja? Dëmtime nuk ka, rikthime mund të jetë në një emër i ri, ndoshta ta shohim edhe sot në stërvitje për mungesa dijen kartonat të ndeshjes fundit Ismaili dhe Betyrçi që janë zyrtare që mungojnë, pjesa tjetër është e gatshme. Profesor, në gjendjen që ndodhet Partizani, ky derbi, si ndikon aspektin psikologjik për të presion, shihni ju keni luftën për Final Four, ndërkohë që Tirana luan për mbijetesën, ku mund të jetë presioni më i madh dhe si mund të ndikojë ndeshjen në lojën tuaj si Partizan apo në lojën e Tiranës? Pa po shihni më favorizuar këtë aspekt. Historia ka treguar që në derbit nuk shikohet renditja, nuk shikohet forma, nuk shikohet momenti, shikohet vetëm ditja e ndeshjes, maksimum që dita e ndeshjes. Disa herë mund të ketë fituar dhe ekipet që nuk kanë renditur më mirë ose ekipet që vinë nga gjendje jo më të mira. Të themi të drejtën, ndoshta nëse do merret në 5 javët të fundit, Tirana vjen në një gjendje më të mirë se ne, me anë të pikëve o të lojës, ka më shumë pikë se ne ndoshta, por nëse shohim në 14 javët të fundit, 15 javët të fundit, mbas janarit, ne jemi ndër ekipet që kemi rezultatet më të mira, mos harroj kemi vetëm 2 humje, dhe ato 2 humje janë në 2 kryesuesët, Vllaznin dhe Elbasanin. Kështu që derbi është tjetër gjë, nuk do shikohen fare statistikat, as renditja, as pikët. Derbi është aty, fitohet për të fituar më saktë dhe për të luajtur për të fituar për tifozët. Profesor, përmendet për të fituar për tifozët, në fakt në sfidën e fundit me Bylisin, ku Partizani parazoi u vure që në fund të takimit edhe folet diçka me tifozët dhe duke i lidhur me diskutimin tuaj me tifozët dhe një mesazh ndoshta për tifozët. Çfarë u diskutua, çfarë do të presin ata për jush? Jo, me tifozët sigurisht që kemi marrëdhënie shumë të mirë, falenderoj për pjesëmarrjet dhe nëse këto 3 javë nuk kanë qenë rezultatet që ne kemi pritur, janë për të duar trokitur, kanë qenë të shumë të prezant. Si që ka qenë bisedë mes miq, që ne do japim maksimumin, si në derbi se çdo ndeshje tjetër, kështu që hym edhe nesër për të dhënë maksimumin në fushë. Kjo ka qenë e gjitha. Derbi do të zgjidhet ndoshta nga episodet apo do të jetë një takim i cilin çfarë studiuar shumë dhe duhet presim një dominim? Nuk besoj që ka dominim aq të madh në derbi, nuk ka pasur asnjëherë. Edhe në derbin tonë të fundit kemi dominuar për 70 minuta, pastaj pjesën e fundit ka pas Tirana më shumë përparësi, pa sigurisht dhe rezultati, kështu që në derbi ka shumë bëj faktori, qasja e djemve, ndoshta shumë më pak sigurisht do hyjmë me skema dhe studimet tona, por ndoshta qasja ka që të bëjë më shumë në këtë ndeshje, nuk ka të bëjë shumë të ana filozofike. Në fakt në përfundim të derbit kaluar më që përmendet bujshmërisht e deklarata e presidentit i cili theksoi që ndoshta një kampionat pa derbi nuk do të kishte kuptim dhe lidhur me këtë deklaratë edhe disa fjalë që vijnë pak përpara këtij derbi që mund të ketë ndonjë nga njëra palë ose nga tjetra. Sa dakord jeni ju me presidentin që kampionati s'ka kuptim pa derbi? Jo. Presidenti mund të thotë që kampionati s'ka kuptim pa derbi, por që nuk lidhet me ndeshjen tonë, sigurisht që nuk lidhet me ndeshjen tonë. Ne shohim vetëm objektivat tona. Do hym për ta fituar, pjesa tjetër ta konfushës, ne sigurisht se çdo ndeshje tjetër do hym për ta fituar, nëse e theksoj në ndonjë ndeshje tjetër djem duhet të kenë ndonjë motiv. Kjo ndeshje s'ka nevojë për motiv shtesë, ka motivin vetë brenda, kështu që hym për ta fituar. Profe, në fakt, në mos gaboj 2 ndeshje me rezultat identik 2-0, çfarë prisni tek ky derbi? Shpresoj të jetë përsëri i njëjtë, 0-2. Sukses. Faleminderit.